Shkoj për t'i parë punimet që po zhvillohen në rrugën Musa Arifi në Bibaj, por si duket, kryetari Sfarqa i huqi me kohën, pasi që në momentet sa ai ishte aty, nuk u pa të punonte askush. Makineria e firmës ishte e fikur, pasi që punëtorët kishin dalë në drek. Por kjo nuk pengoi kryetarin Sfarqa ta prezentoj këtë projekt para opinionit. Ai tha se kjo rrugë e cila do të asfaltohet është e një rëndësie të veçantë, pasi që lidhet me 2 magjistrale. Është rrugë që lidh në formë gjysmëmunazore 2 magjistralet, njërën që shpije nga Ferizaj në drejtim të Gjilanit dhe tjetrën nga Ferizaj në drejtim të Prishtinës. Është një rrugë e cila po asfaltohet sipas standardeve që po i aplikojmë në komunën e Ferizajt në një gjerësi prej 6 metrave dhe me trotuar për këmbësor, si dhe me ndriqime. Gjerësia trotuarit është 2 metra, ka një gjatësi mbi 500 metra dhe mendoj që janë projekte tepër të rëndësishme në kuadër të 96 projekteve që do të realizohen përmes mjeteve të komunës dhe granteve që i ka përfitu komuna e Ferizajt. Me këtë rast, Sfarqa tha se pas përfundimit të projekteve në përfshatra, me investime kapitale sërish do t'i kthehen qytetit. Me të ashtuquajtur në fazën e 2 të qendrës, që nënkupton investime nga udhkryqit e Furra e Mikelit deri te komuna, si dhe pjesa tjetër nga kompleksi i objekteve fetare në drejtim të shkollës ekonomike dhe të rreth rrotullimit deri tek qendra rinore atje. Mendoj që edhe nga përfitimet që kemi pas nga Ministritë përkatëse, veçanti nga Ministria e Infrastrukturës, në një mënyrë ne po bëjmë ndryshime esenciale edhe për pamjet e vendbanimeve, po edhe për rregullimin e pamjes së qytetit. Në vazhdim të këtyre përpjekjeve ne kemi realizuar edhe debatet për ndryshimet të qendrës së banimit në Ferizaj, zonave urbane, dhe jemi në rrugë të mirë që ta realizojmë funksionin tonë qeverisës dhe të realizojmë një varg premtimesh për cilat kemi fituar zgjedhjet. Drejtues të pushtetit lokal thanë se heqja participimit të banorëve në projekte të ndryshme infrastrukturore në 3 vitet e fundit nuk ka krijuar telashe, por përkundrazi ka ndikuar në mbushjen e arkës së komunës.